Ndodhemi tek shtëpia në Kodër e të moshuarve dhe kemi ardhur këtu që t'i gëzojmë sado pak ata dhe t'i ëmbëlsojmë gjithashtu. E të na tregojnë se si po i pret ky fundvit. E jani me ne. O, mirë se të gjeta. O yll. Si e ke dalë më pret, dëgjove zhurmën. O sa e mirë që je ti yll. Edhe ti je shumë e mirë. Si jeni? Shko takoj tash. Do shkoj t'i takoj të gjithë, Tani unë, përpara se të ulem pranë jush edhe t'ju pyes pak si ka qenë fundviti, por rri këtu që të më dëgjoni dhe të më shikoni të gjithë, dua që t'ju jap nga një pako me ëmbëlsira që pasitëri Nela ka përgatitur për ju. Pasitëri Nela i ka përgatitur për ju me shumë dashuri që t'ju sjell sa më shumë gëzim në këto festa. Faleminderit shumë e bukuroshe. Ju bëf të mirë. Jam me administratore në shtëpia në Kodër, e cila do na tregoj pak se si po organizohen për këtë fundvit dhe se si po e mirpresin të gjithë të moshuarit festën e fundvitit. Në fakt ne jemi shumë të lumtur, e festojmë për 5 vite radhazi, festojmë Krishtlindjet edhe vitin e ri. Normalisht organizojmë një festë të madhe për të dyja festat. I dërgohet një ftesë të gjithë familjarëve, po dhe pse jo edhe në rrjetet sociale që ne bëjmë ftesë për të gjithë personat që kanë dëshirë të bashkohen në këtë festë. Po. Ideja është që ne jemi si një shtëpi. E duke qenë se në shtëpi bëhen të gjitha këto gjëra, organizohet edhe këtu pra mos t'i mungoj asgjë. Ajo që unë jam krenare është që të gjithë familjarët i bashkohen festës. O, sa bukur. Domethënë unë lë një ditë që edhe mos të pra në datën 31 mos të pengojmë edhe ata në familjet e tyre apo dhe udhëtimet që mund të kenë. Lëm një ditë të mesme që domethënë të realizohet edhe kjo festa këtu, njësoj sikur ndërkohë që në datën 31 neve festojmë të gjithë bashkë. Pra nuk ka të tjerë që mund të na bashkohen. Edhe ju bëni si një familje e madhe këtu dhe festoni, sa bukur. Gjithmonë të kaplon ai emocioni që ti fillon edhe mendon për vitin që ne po lëm pas. Pra cilët ishin sfidat edhe gjërat e bukura që na kanë ardhur. E njëjta gjë ndodh edhe me ta. Pra për vitin që ne lam pas, mund të kenë pasur hidhërime apo humbje jete të familjarëve të tyre, por ashtu siç edhe mund të kenë ndodhur edhe gjëra të gëzuara. Pra ata fillojnë e mendojnë për familjet e tyre, pra për atë çka ka ndodhur në jetët e tyre. Ndërkohë që neve si staf e kemi në lidhje me punën, pra çfarë na ka ndodhur gjatë gjithë këtij viti, si e kemi kaluar. Ka sfida të mëdha shumë,
ka një punë që ti duhet jesh gjatë gjithë kohës në monitorim edhe të moshuarve, po edhe të familjarëve. Pra ne jemi një familje e madhe, nuk jemi vetëm ne edhe të moshuarit, por janë dhe familjarët bashkë me ne. Dhe unë këto dua ta theksoj që askush këtu nuk ndihet i braktisur nga ta. Kjo është shumë e rëndësishme. Ata janë këtu në çfarëdo lloj momenti të tyre, qoftë ditëlindje, qoftë vit i ri, qoftë krishtlindje, pra festat e mëdha që ata duan të jenë prezent. Ashtu siç janë edhe në përkujdesje. Pra gjithmonë kur ne e marrim në telefon dhe ata janë të mirëpritur për të na dhënë ndihmë, unë e mendoj që ata po bëjnë një lloj përkujdesje. Por për shkak të kohës që ka ardhur sot, edhe njerëzit duhet të punojnë, i merr vala e punës, po gjithashtu edhe emigrimi që vitet e fundit po ndodh shumë, ata domethënë e shikojnë jetën e tyre, por shikojnë edhe të moshuarin që kanë këtu, gjithmonë që të mos i mungojë asgjë. Dhe unë për këtë jam shumë e lumtur. Dhe sa mirë që e theksuat në fakt, sepse gjithmonë shtëpitë e moshuarve janë parë si një braktisje nga fëmijët, edhe gjithmonë diskutohet që si kanë ikur dhe kanë lënë prindërit mbrapa pa kthyer kokën pas për t'i parë ata se si janë, por ajo që ju thoni tregon që ka shumë raste që është e kundërta. Dhe duhet theksuar edhe kjo që janë në kushte shumë të mira dhe shumë bashkëkohore për të patur jetesën që ata duan, pra, atë që ju ofrojnë. Përveç një rasti që unë kam marrë, domethënë është zonja Naza e cila bëri goxha buj në ekranet shqiptare, unë thjesht rastësisht e kam parë në televizor, edhe mund të them po patjetër që faleminderit është për bashkëshortin tim i cili më dha idenë që shiko ti duke qenë se ofron një lloj përkujdesje, po që është private, pse mos të marrësh ti personalisht këtë person, pra që është e braktisur. Dhe ajo po është e braktisur. Domethënë ajo ashtu siç u gjet në ato kushte dhe pa fëmijët e vet, sot e kësaj dite që ajo bën 3 vite me ne, ajo është e braktisur, sepse fëmijët e saj nuk vinë kurrë. Pra unë jam vajza e saj, stafi është i gjithë familja e saj. Ajo tani është mësuar, por mua më vjen shumë keq kur të gjithë familjarët bashkohen me të moshuarit e tyre dhe ajo nuk ka. Domethënë, ky është një rast që unë e them me plot gojën që ekzistojnë të moshuar të tillë, por që një pjesë e madhe të paktën këtu në rezidencën tonë janë të ardhur gjithë nga familjarët e tyre. Të falenderoj shumë për gjitha fjalët dhe që na the se sa bukur jeni organizuar. Derën tonë të hapur për çfarëdo lloj gjëje. Unë jam shumë e kënaqur që ju vini, edhe patjetër që mund të vinë dhe shumë persona të tjerë që kanë dëshirë të na shikojnë ne se si organizojmë ditën, edhe ndoshta të pimë një kafe të gjithë bashkë. Faleminderit shumë, dhe këtu në fakt vërtet mbushesh me shumë dashuri dhe gëzim që vjen direkt nga sytë e tyre, nga mënyra se si të shohin, edhe deri tek ju që kujdeseni për detajet. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Gjithashtu. Do më thoni pak se si quheni? Elida Gjidede. Ju sa vjeç jeni? Unë jam 68 vjeç. Do më tregoni pak si ka qenë ky vit për juve 2025-a? Mirë ka qenë, mirë. Për kushtet që kam pasur. S'kam pasur shtëpi. Dhe tani keni një shtëpi të madhe këtu. Kam një shtëpi të madhe. Bashkë me miqtë tuaj. Erdha këtu, jam shumë mirë. Vajza vjen, nuk më ka harruar. Ju keni një vajzë apo jo? Kam një vajzë. Ajo jeton jashtë? Në Milano. Po, është në Itali. Po, është martuar me një italian. E ka një 5-6 qenë. Kemi dhe mace se vdesim. I keni shumë qejf kafshë? Edhe këtu qenin, unë vdes mas ati. Todin. Faktën, keni rreth 7 muaj që keni ardhur te shtëpia në Kodër. Si ka ndryshuar jeta juaj nga momenti që ju erdhët tek? Mirë. Në fillim rrinim i çik kështu, po. Tani jeni mësuar, jeni përshtatur. Po, jam e para. Kam gojë më shumë se gjithë tjerët. Dua të di pak si e prisni festën e vitit të ri, se do ketë një festë, e dini apo? Mos i viti i ri më duket e sot. Atmosfera në fakt është vërtet shumë e bukur. Kemi kërcy, sidomos unë jam çik më aktive kështu. Pëlqen të kërcejmë? Bëjmë, po. Urime sa më të mira, të kemi shëndet, prindrit sidomos i kemi pik. Mama më diq, po. Edhe unë kam një nëne, ja të nënën aty. Atë e kam kështu si sytë e ballit, sikur e kam nënën time. Më falenderon, mjafton që më falenderon. Gjithë mira e botës tjenë për ne. Qofshin festat më të bara për gjithë shqiptarët. Qofshin bare mirë, rrofshin dhe gëzofshin jo të rritë. Gëzore festat, kalofshin shumë mirë në harmoni me njëri tjetrin. Festat kalojnë inshallah shumë mirë, me sukses, me gjitha gjë, me marrësi edhe me
bëllik. Gëzuar qofshi për shumë vjetë, jetë të gjatë, jetë të lumtur. Për çfarë keni nevojë? U nderoft Zoti, jetë të gjatë paçi, punë të marrë, rrugë të gjatë. Jetë e shnet paçi. Faleminderit Që shumë. bardh qofshi. Më mirë u bëft Zoti se jeni. Neve na keni kënaqur, u kënaq Zoti. Po një mov Zoti për çfarë keni nevojë juve. Faleminderit shumë. Faleminderit. Gëzuar e dashur për shumë vjetë. Jetë të gjatë dhe gjithë të mirat, paçi. Më jepni një urim për gjithë shqiptarët për këto festa. Për këtë ju doj zemra juve. Urimet nga më të mirat, jo vetëm nga ne, po nga të gjithë, faktikisht që të gjithë shqiptarët të gëzojnë. Ne gëzohemi shumë për që kemi një festë. Po kur janë 2-3 festa, akoma më mirë. Kjo quhet misbusjeshja. Ju jeni Miss Buzëqeshja Ashtu që shumë unë. dhe shumë mirë bëni. Po jo, e kam qef ato të qeshurën. Po çdo më thëmë se do të rritin me turi. Jo, shumë mirë e keni. Jo, me Sa qesh. më të qeshur. Edhe fytyrat të zbukurohen, edhe nuk rri gjithmonë me turi kështu. Edhe ky në fakt është një mesazh shumë i mirë për ta përmbyllur këtë video. Qeshni sa më shumë. Bëni njerëz rreth jush të qeshin sa më shumë dhe të jenë të lumtur Shiko, dhe të ofroni sa më shumë dashuri, jo vetëm në festa, por gjithmonë. Se po nejte me turi, nuk do thotë ju do rregullosh gjërat, asnjë gjë nuk rregullohet, Më bukur se kaq, nuk ka. nuk ka. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton për video të tjera si kjo dhe aktivizoni notification që mos të humbisni asnjë nga videot e përditshme.